Në këtë video do ju tregoj si të aplikoni thonjë preson me ngjitset adezive. Kjo metodë është për vajzat që duan thonjë të bukur për disa ditë dhe nuk duan të dëmtojnë thonjtë e tyre natyral. Seti i thonjve përfshin limën, shtyrësin e kutikulave, pecetin e alkoolit, bufferin dhe 2 llojet e ngjitseve. Sot do përdor ngjitset adezive. Fillojmë me përgatitjen e thonjve. Marrim shkopin e drurit dhe shtyjmë kutikulat. Marrim limën dhe limojmë të gjithë sipërfaqen e thojit për të hequr shkëlqimin natyral që thoji ka. Gjithashtu me limën rregullojmë dhe formën me thojë dhe i shkurtojmë nëse janë të gjatë. Limimi me bufferin ose gomën e vogël shërben për të zbutur ashpërsinë që lë lima dhe për të krijuar një sipërfaqe të përshtatshme për ngjitsin. Më pas përdorim pecetin e alkoolit për të larguar të gjithë papastërtitë dhe pluhurat që mbeten tek thonjt. Tani thonjt janë gati për t'i aplikuar presion sot. Zgjedhni ngjitsen më të përshtatshme për secilin tuaj, që çdo cep i thojit natyral të mbulohet nga ngjitsja. Ngjitsen do e shtypi mirë në çdo cep të thojit për një ngjitje sa më të plotë. Dhe kështu veprojmë me të gjitha thonjt. Pasi të kemi ngjitur ngjitset, hiqni letrën e hollë mbrojtëse nga sipërfaqja e tyre. Marrim thojën e duhur duke e vendosur në një pozicion 45 gradë, duke e ulur poshtë dhe duke e shtypur njëkohësisht. Secilin thua do ta mbajmë të shtypur për 15 deri në 30 sekonda për një ngjitje të qëndrueshme. Përsëriteni këtë hap me të gjitha thonjt. Dhe mos harroni, është shumë e rëndësishme të shmangni kontaktin me ujin për të paktën 2 orë që ngjitja të bëhet sa më e fortë, ose nëse mundeni, ngjiteni para se të flini gjumë që mos të keni më kontakt me ujin. Këto janë të gjitha thonjt të ngjitura dhe më e mira është që në pako vijnë 30 ngjitse dhe ju mund t'i përdorni sërish edhe 2 herë të tjera. Pasi heqja e tyre për t'i reaplikuar sërish është shumë e lehtë. Nëse doni një video të tillë, më shkruani në koment. Faleminderit që më ndoqët deri në fund.